Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur si çdo të njëjtë në seancën plenare, por punimet janë zhvilluar pa pjesëmarrjen e deputetëve të opozitës, të cilët kanë bojkotuar seancën me vendim të grupit të tyre parlamentar. Për shkak të mungesës së opozitës, interpelancat e planifikuara për këtë seancë nuk u zhvilluan, duke ndryshuar rrjedhën normale të punimeve parlamentare. Opozita ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në seancë për sa kohë sipas saj nuk u lejohet të paraqesë kërkesat që lidhen me protestat e zhvilluara jashtë ambienteve të kuvendit. Sipas këtyre, këto kërkesa ishin refuzuar edhe në seancën e kaluar ku ishin kërkuar mocione me debat për tu trajtuar në sallë. Në sallë majoranca vijoi punimet parlamentare dhe shqyrtimin e pikave të rendit të ditës duke miratuar projekt ligjet e parashikuara. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tauland Balla ka sulmuar protestuesit në fjalën e tij për media pas daljes nga seanca plenare. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal, kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sapo kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësia e policisë së shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë. Si quhet zoti Balla? Anton Frau, keni aty. Balla komentoi edhe incidentin e raportuar më herët të ish-ministrit të drejtësisë Ulsi Manja dhe deputetit Partisë Socialiste Adnor Kadeli. Kolegu Manja, ish-ministri i drejtësisë, kolegu tjetër Kadeli, kanë qenë njerëz që çohen herët, që vinë punë herët, në 8 të mëngjesit duke pirë një kafe pranë godinës parlamentit dhe aty janë sulmuar fizikisht nga banda kriminale Gentian Probi. Dhe kjo bandë kriminale është turpi policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Ndërsa deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali mbajti një qendrim tjetër mbi ecurinë e seancës dhe raportet me opozitën. Të dëgjojmë edhe të ofrojmë edhe zgjidhje. Nuk duhet me jemi protestuese, duhet me jemi me veten. Nga të gjithë nuk jepen këtu aty për aty. E rëndësishme është që Kuvendi i Shqipërisë të përdoret për të folur për njerëzit, për të folur për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, për të parë më shumë nga vetja dhe se cila forcë politike dhe se cili ka në atë kuvend duhet bëj analizën e vetes përpara se të bëj analizën e kundërshtarit. Në përfundim të seancës, deputetët e majorancës votuan projekt ligjet e rendit të ditës, ndërsa kuvendi vijoi punimet në mungesë të plotë të opozitës në një klim të tensionuar politike brenda dhe jashtë sallës parlamentare.